VMRO DPMN ka reaguar lidhur me konfiskimin e marijuanës, duke akuzuar se më shumë se 2/3 e 27 tonëve të sekuestruar vijnë nga një kompani e lidhur me LSDM-n dhe bashkëpunëtor të ish-kryeministrit Zoran Zaev. Nад 2/3 od 27 toni zapleneta droga e od firma na kadar na SDS, soraботник на Зоран Заев. Фирмата CBD Medplant во формална собственост на Христијан Котев, а реална на неговиот татко Тони Котев, викан Мъкчев, кој е поранешен председател на општинската организација Ново село на SDS и близок по бизнис со Вице Заев и Гидан Колев. Partia akuzon qeverinë e Zaevit dhe Ministrinë e Shëndetësisë për dhënie të licencave për prodhimin e marijuanës për qëllime mjekësore, duke favorizuar kompani të lidhura me LSDM-n dhe familjen Zaev. Ndërkohë nga LSDM reaguan për marijuanën e cila kaloi në Serbi, duke thënë se përgjegjësia për këtë skandal është në krye të pushtetit. Sipas partisë, pyetja që ngrihet është si arriti droga të kalonte kufirin pa mbështetje nga struktura të larta në MPB, dogan dhe institucione të tjera. Përgjegjësia për skandalin e kartelit me 5 ton drogë nga Maqedonia të sekuestruar në Serbi është në krye të pushtetit, prandaj nuk ka përgjigje se si kaluan 5 ton drogë përmes kufirit Maqedonas, pa mbështetje nga strukturat e larta të pushtetit, nga MPB-ja, dogana dhe institucione të tjera nuk mund të kontrabandohen tonelata drogë. LSDM kërkon përgjigje nga VMRO DPMN, kush lejoi prodhimin dhe ruajtjen e drogës gjatë 2 viteve të fundit dhe kush do marrë përgjegjësi për 5 tonët e fundit.